Kemi shenjë Black Friday haul sot. Porositur këtë këmishën që që nga shumë e haul, nuk është fare për këtë periudhën tani. Duket këmishë e lezetshme, serioze. Me sa mbaj mend kjo kapej diku këtu edhe bëje një si tip fiongo, diçka e tillë bëhej, domethënë. Jo me tuta, patjetër jo me tuta, me një palë pantallona serioze. Kështu, vazhdojmë te tjetra. Një fustan, nuk e di se ç'më thot mendja, kjo nuk është përsëri për tani, ta provoj një herë ta vesh. Mendoj që nuk më shkon fare. Nuk e di se ç'am thot mendja që porosis fustane të tillë kur qartësisht nuk më shkojnë fustane të gjatë. Po të ka goca atje rrin të shumë bukur edhe pata vetbesimi që mund më rrinte edhe mua ashtu. Tjetra. Që nga një pullover e thjesht. Ta provoj një herë si më rri sipër fustanit. E holl që nga nuk që nga tamam pullover shumë e trash shumë e mirë, po për të ndruar mirë që nga. Mirë, kjo më pëlqej, ka është e thjeshtë, e zezë, për të ndruar, për të dalë në një xhiro shumë e bukur. Ky detaj e bën me vërtet shumë të bukur. Leva një bojqelli si kjo, e mora edhe roz, nuk e di nëse e mbani mend. Ka thjesht të detajin tek krahët këtu. Kështu duket edhe kjo, është totalisht shumë e thjeshtë, është e ngrohtë, edhe mendoj që kombinohet me shumë gjëra. Pas ka qenë set, unë mora vetëm për pantallona këtë. Mora këto pantallona që kam edhe një palë të tjera roz, nuk janë nga shenja ato të tjerat, po kjo që ka bashkë me bluzën, që nga set. Unë mendova që do ishin pak më të trasha dhe të vishëm një palgeta të trasha poshtë, por kjo pas ka material pak më të mirë se ato të tjera, kështu duket edhe mbrapa. Mirë, më pëlqejnë kjo. Janë stili im, këto të thjeshta, të shumë për përditshmëri më pëlqejnë. Do t'i vesh me këto pantallonat. Cotton. Janë këto getat që janë të holla. Janë kafe e errët që duan një kombinim specifik të lloj getash, por nuk e di kur ti kombinoj do t'ua tregoj. Edhe të fundit këto çorapet e gjata, nuk e di nëse e keni parë, por kanë dalë shumë në modë që i vesh, edhe i çon pak më lart se çizmja. Ka marrë të zeza, dy palë, po që nga dy palë të zeza dhe dy palë të bardha. Shpresoj që të bëj ndonjë outfit edhe me këto. Këto ishin të gjitha blerjet që kam bërë në shenjë këtë herë, patjetër do t'ju lë kodin në ekran dhe të gjithë kodet e produkteve do t'i keni në description.